A mund të hiqet faji? Të gjithë ne kemi gabuar, dhe kemi bërë gjëra që në sytë e Perëndis kanë qenë gabim. Dhe për shkak sepse kemi gabuar, fruti i gabimit është faji. Edhe ne të gjithë e përjetojmë fajin kur bëjmë diçka që është gabim. Unë nuk e di se çfarë faji ke bërë këtë kohë edhe po e vuan kaq shumë në ndërgjegjen tënde. Dhe zemra jote të them kaq shumë për atë gjë që ke bërë. Edhe ndoshta ke net pa gjumë, por dua të them që Jezus Krishti mund ta heqë nga supët e tua atë barë që të rëndon në shpirt. Atë faj që nuk të doje ta bëje, por ja që u ndodhe në kushte dhe në rrethana të tilla edhe ju dhe gabimit. Krishti mund ta pastrojë ndërgjegjen tënde, ai mund të bëjë të lirë ty, ai mund të të çlirojë, ai mund ta pastrojë zemrën tënde, sepse ai është specialist për të restauruar jetën, për të shëruar plagët, për të hequr mëkatin nga jeta jonë.